Si thot edhe kënga e Justin Bieber, le të jemi në një good company, si thot kënga në sfond që e kemi nisur. Pa çka se ju e dini tani që u vdes për atë pjesën e muzikës të kjo kënga. Më pëlqen shumë dhe filloj dhe këndoj vetë shumë me na, aq shumë pëlqen ajo pjesa. Gjule, do ta bësh qefin, ta vendosësh pak të ajo muzika, që ta nisim kështu dhe me pozitivitet pande për ditën e sot me sigurën e Zoti duam që kështu të jetë pozitiv. Sot pastaj kemi një tematikë shumë interesante për ta diskutuar. Kjo është ajo që pëlqen mua. Kjo është pjesa ime preferuar te kënga më e fundit e Justin Bieber Company. Në këtë ditë të nxehtë të gushtit, disa gjëra duhet i bëjmë se s'bën. Për shembull, të rinjtë t'i freskojmë ditët non stop me Telekom Albania duke qëndruar kështu në telefon me paketat e shumta. Në telekom.com.al keni të gjitha paketat shumë përfshirëse për çdo target grup aty që të bëjnë të komunikosh gjithmonë më shumë me njerëzit që ti don. E ndër të tjera ke edhe një 4G që mund ta përdorësh për qefin tënd edhe ta shfrytëzosh për të bërë video, foto, për të postuar në Snap, në Instagram, Facebook dhe kudo tjetër. E megjithëse jemi tek rrjetet sociale, le të bëjmë kështu një shëtitje në rrjetet tona sociale ku jeni më së mirëpritur të bashkoheni me ne, gjithmonë në emrin të Vllëbenja si në Facebook, në Instagram, në Twitter edhe në kanalin tonë YouTube, kështu që ju mirëpresim me dëshirë të madhe andej. Së fundmi dua të ndaj edhe diçka tjetër meqense nisi Fan Day sot. Sot kemi vendosur ta bëjmë ndryshe. Të gjitha këngët që do të luajmë në Fan Day në këtë puntat janë këngë që ne i dinim për ndryshe historinë dhe ka një histori me të vërtetë shumë ndryshe nga ajo që ne kemi menduar. Kështu do të shpjegojmë pak çfarë ka dashur autori të thotë me këngën që ne do të sjellim. E nisim kështu me këngën e parë që unë se më mund kush është, po ta shoh pak tani në skalet, shpejt madje, por ta sjell kështu dhe për të nisur se është interesant të kuptosh kuptimin e këngëve. Green Day janë të parë në Wake Me Up When September Ends. Është një ndër këngët më të njohura dhe më të mira të bandës amerikane Green Day dhe është publikuar në 2005. Sipas videoklipit, fabula e këngës mendohet të jetë dhe tematikë të ketë luftën, në fakt është e kundërta, ka një kuptim tjetër që shumë pak njerëz e dinë. Ishte vokalisti i grupit që e ka shkruar këtë për teatrin, të cilin e humbi në një moshë shumë të vogël dhe gjitha kjo është një dedikim për humbjen e babit. Nëse dëgjoni me tekst, me vëmendje, mund ta kuptoni që kjo është ideja. Kështu do të bëjmë edhe me këngën në vijim, do kuptojmë esencën e çdo kënge, edhe do t'i zbërthejmë kështu. E nisim me Green Day, fillon Fan Day. Bëra një snap. E lash fare tani. Dëgjoj. Pasi dëgjuam Green Day, do të kalojmë sërish te këngët që për të kuptuar kështu dhe kuptimin e shumë këngëve. Është vështirë ta bësh në Shqipëri këtë që shumica këngëve janë pa kuptim, po ne kështu do ta freskojmë ditën dhe vapën e kësaj dite të zakonshme kështu të gushtit. Së dyti, sjellim një ndër këngët më të bukura të Madonës edhe më të famshme që ka patur ndonjëherë, Like a Virgin. Dhe do thoni ju fatëm pse ka nevojë për të shpjeguar kuptimin e kësaj këngë, kuptohet nga titulli. Nuk është ashtu siç mendoni ju. U përfol shumë dhe të gjithë botërisht edhe gjyshja ime ka ditur që kjo është një këngë që i takon një vajze e cila nuk është më e virgjër, në fakt është e keni gabim, flet për një marrëdhënie dashurie, e cila ka dështuar, por pasi përfundon kjo marrëdhënie, vajza në fjalë dihet shumë e lumtur, plot shkëlqime etj, like a virgin, si thotë edhe Madonna, kështu që unë se dija fare që ky është kuptimi i kësaj këngë, jam shumë e lumtur që tani në prag të 22 vjetorit e kuptova çfarë do thotë kënga e Madonës Like a Virgin. Ne dëgjojmë që jam e kërcejmë tani. Sa e bukur ka qenë kjo kënga atëherë kur doli, po flas për këtë këngë në sfond shumë pozitive, tamam për verën. Edhe klipi i tillë ka qenë ku Nicole Scherzinger sorrollate aty në breg të detit, edhe ja kishte dedikuar Lewis Hamilton që ku i fundit muajin që shkoi për shkak bën të pushime meritorore në Ulqin, Shumë interesante, sa e çuditshme është jeta. Ne mbetemi tek këngët që do servijmë sot dhe thamë të mënyrë të Fan Day, do të zbulojmë shumë kuptimet dhe për çfarë ka patur personazhi ku ka krijuar këtë këngë. Shumë kemi goditur keq që në herën e parë dhe kemi menduar gabimisht. Si kundër për këngën që do të vi tani. Fillim kështu një ndër bandat më të dashur, sidomos për mua që është Maroon 5. Tani një ndër këngët më të ndjera që ka patur grupi ka qenë Harder to Breathe, ku ne thamë Lene, këtë këngën e kam të dashurën. Edhe miq nuk vendosën base dhe skedina duke menduar që Adam Levina së kohë ishte ndar dhe ndarja ka frizuar për të bërë për të dedikuar një këngë lidhjes së tij. Ama Harder to Breathe ka qenë totalisht një tjetër kursi, nuk kishte të bënte as me marrëdhënie dashurie, as me ndarje dhe as me asgjë tjetër të kësaj natyre. Është një këngë e shkruar nga vetë banda dhe nuk ka
të bëj me dashurinë, ma besoni, përkundra, si asë kohë të kishte shumë problem me labelin dhe shtëpinë e produksionit, të cilët edhe i menaxhonte, dhe ishte shumë të frustruar sepse non-stop i thonë ju duhet bëni një hit, duhet bëni një hit. Dhe për të nxjerrë tamam këtë pjesë që ne po marrim frymë me vështirësi dhe nuk po na lini të marrim frymë, kam bërë këtë këngën, në një farë mënyrë e ka patur si revolt ndaj produksionit i cili i menaxhonte grupin dhe nuk ishte të bënte fare, po fare me dashurinë dhe unë tani e kuptova. Shumë interesante për ta ditur edhe ju, ndërkohë ne e shohim në një mënyrë tjetër se tani kur kupton kuptimin këngës ti shikon dhe e mendon dhe e sheh ndryshe. Kështu që le ta ndajmë bashkë Maroon 5 Harder to Breathe në Fun Day. Tani çfarë ndodh sot? Lëvizu dhe spontanisht pa bie kjo, po shumë spontane, është fiks për të bërë photoshooting nga këto që i kapin të zhveshin modelet, as po këtë sa gjë mirë që unë ta mbani mend. Tani s'dua unë më fokusoni. Do të bëjmë pjesë të Fun Day për ditën e sotme edhe një band shumë e dashur dhe shumë unike në muzikën që ka serviru prej vitesh, por flasim për Foster the People. Në fakt kënga, por kënga Pump It Up The Kicks është një këngë që kur e dëgjon kështu me one shot thua sa pozitive kjo kënga, se kështu i ka ritmet. Po çka ka menduar kur e ka shkruar ose njëri pozitiv në besoni. Pastaj këngë, edhe këtu kemi gabuar me perceptimin e parë, se pastaj këngë fshihet një mesazh më vërtet shumë i errët. Ka rrëfyer kështu këngëtari i grupit që për të shkruar këngën që në dukje është shumë pozitive, edhe nga ritmet që ka patur, është inspiruar dhe është frymzuar dhe i ka ardhur kështu dëshira për ta shkruar këtë këngë, pasi ka lexuar disa statistika shumë shokëkuese sa i takon një sëmundje në rritje, sëmundje mendore, kjo që prekte kryesisht target grupin e adoleshentëve. Kënga përshkruan gjendjen mendore të këtyre adoleshentëve dhe fabula e këngës është dhuna në shkolla kundrejt gjithmonë këtij target grupi, kështu adoleshentëve megjitha, përkthyer kështu te bullizmi e shumë gjëra tjera. Edhe këtu kishim gabuar në perceptim, si duket që rrezohet teorema. Ne dëgjojmë tani këngën. Lady Gaga mbaj mend kjo do jetë vera që do mbaj mend më shumë ajo se do bëjë xhiro vetëm makinën e saj, njeriu jo me shofer se ka marrë patentë. Përgjithësi ne nuk do ta flasim Lady Gaga për patentën që mori në moshën 30 vjeçare, por do ta flasim për Poker Face-in që ka qenë një ndër golat e parë që ajo ka bërë në muzikë në momentin ku edhe startoi, ku dilte një copë në videoklip, pastaj filloi çdo gjë të shëmtuar ja bënte vetes për të përcjellë kështu mesazhin e këngës dhe jo për të shritur nuk e di unë plastikën apo buzët e fryra apo flokët e bukura. Gjithsesi Poker Face mbetet një këngë shumë e suksesshme e saj. Ne do ta bëjmë sot pjesë të Fun Day si për të shpjeguar për çfarë ka patur Lady Gaga në këtë këngë, ku ne çfarë nuk kemi aluduar për fabulën e këngës Poker Face dhe çfarë kuptimi mund të ketë. Këngëtarja ka rrëfyer të vërtetën, duke treguar kështu që kjo këngë është shkruar dhe flet për eksperiencat e saj në lidhje me biseksualitetin që posedon Lady Gaga. Gjithmonë në fakt në këngët e Lady Gagës ne gjejmë kështu histori të saj të treguara mjaft mirë në mënyrë. Edhe kënga që po dëgjojmë në sfond për shembull flet kështu Till It Happens to You, flet për përdunim që ka pësuar në moshë të vogël dhe të mitur, kështu. Gjithsesi, më në fund e kuptova për çfarë ka te Poker Face dhe ndihem shumë mirë për këtë. Paçka se gjithmonë gjëra të çmendura ka bërë Lady Gaga gjithë jetën e saj dhe sa e bën çmendurit i thua, "Okej, kjo është Lady Gaga, ne e kuptojmë shumë mirë." Po thuaj se kisha harruar Poker Face, një këngë për të kërcyer gjithë Tony dhe le ta kërcejmë bashkë Lady Gaga. Do me thënë, është Juicy Ferreri dhe Baby K të bë këtë festën që po dëgjojmë në sfond? Sa ti përmendesh Ed Sheeran, që i thonë zë gjë, nuk ka më fest, ai djalë një vetëm për balada, melankolike, për drama e të tjerë. Nëse ai ka shumë këngë të bukura. Ja harrova titullin një ndër këngëve që pëlqej më shumë që ishte edhe kolonës zanore të filmi Me Before You, por nëse s'e mbaj mend tani, kur të kujtohem do ua them. Ajo që kërcen me atë gocën, si e ka? Nuk e mbaj mend fare, që kërcen duhet ndihmojina, besoj, që është duke kërcyer Ed Sheeran që ka një këngë që kërcen me atë gocën. Thinking Out Loud, më në fund më erdhi, nuk po e gjeja. Më kujtoshte një pjesë e këngës që s'bëj mirë ta këndoj se nuk tingëllon, aq bukur. Gjithsesi, ne do të mbetemi tek Ed Sheeran, nuk ishte si të ndodhte ndryshe këtu ku ne flasim edhe këtu gatuhet dashuria, domethënë, nuk mund të flisim për një mos flisim për bravo, kjo ishte kënga që isha fiksuar. Nuk mund mos flasim për një ndër artistët që më së bukurit dhe më së shumti ka shkruar dhe kënduar dashurisë. Një ndër baladat e tij më të suksesshme ka qenë The A-Team, me të cilën le të themi që kështu në mënyrë shumë të shpejtë u bë pjesë e tregut, edhe unik në mënyrën e tij, vetëm ai edhe kitara e tij me të vërtetë shumë suksesshëm. Ço të dy. Tani kënga The A-Team mund të keni menduar dhe mund të keni kaluar teorema dhe hipoteza të pafundme në kokë për çfarë ka patur më konkretisht. Do të them tani se për çfarë fliste historia e këngës, ndryshe nga ç'mund të keni menduar, në bazë nuk ka një histori dashurie. Si rrallë herë ndodh sa i takon Ed Sheeran.
Ai ka zbuluar që për këngën është inspiruar dhe frymzuar nga një vajzë pastre që ka parë dhe që ishte e varur mbi gjitha nga lëndët dhe substancat narkotike. E gjitha ka ndodhur pasi Ed Sheeran kishte përfunduar një ndër koncertet e tij dhe ishte vetëm 18 vjeç kur doli dhe pa vajzën në fjalë. Ky fenomen e ka prekur aq shumë sa që u ngujua në studio dhe nisi ta përkthente në këngë duke shkruar një ndër baladat më të bukura që ka patur dhe kuptim plota që ne do ta sillim tani. Ed Sheeran me The A-Team. And the crowds don't remember my name. Jemi po tek Sia aktualisht. Vetëm se Sia nuk do ta dëgjojmë më kështu me këto ritmet, cheap thrills pozitive etj. Do të ndajmë me njëri tjetrin. Tani një ndër këngët më të suksesshme që Sia ka sjellë nga hera në Fan Day dhe shtash, në fakt në gjithë botën. E ka sjellë po edhe ne këtu në Fan Day kemi marrë dhe kemi luajtur Chandelier, një këngë që u përfol shumë edhe për klipin të bukur, po askush nuk e di se çfarë fshihet pas kësaj këngë. Tani ne dhe Sia nuk e kuptojmë se ajo fshihet gjithandej, domethënë, vështirë ta shohësh për videoklipe. Pa diskutim është fenomeni këtyre kohrave të fundit që ka bërë çudi jo vetëm për këngët e saj, por edhe për këngët e tjerëve, s'ka qenë në muzika që krijon dhe bën këngë edhe për personazhe të tjerë të muzikës, ku në fund të ditës këtë e bën si janë akoma dhe më shumë artiste profesionale. Kënga e saj më e njohur e publikuar në verën e 2014 ishte pa diskutim Chandelier, një këngë dhe një tekst mjaft pozitiv. Ishte frymzuar kështu nga një betejë shumë personale e Sias dhe alkoolizmit, kështu që Sia e ka patur të gjithë këngën vetëm për vete, për herë të parë, si kundër rrallë herë ndodh. E ka rrëfyer edhe në këngë gjithë përjetimet e saj për shkak të betejës së madhe që ka patur me alkoolin. Madje këngëtarja ka folur shpesh herë hapur sa i takon problemeve të shumta dhe abuzimeve të shumta që ka bërë me këtë të fundit. Dhe rrallë herë flet, domethënë me siguri dhe kur ka folur e ka bllkuar fytyrën se vdesja ta bëj këtë të fundit. Gjithsesi ne kujtojmë gjithmonë si një këngë më të vërtet bukur këtë Sias dhe sa mirë që gjithkusht gjejnë në fund të ditës një mënyrë për të shkarkuar ndjesitë dhe atë çfarë me të vërtet ndjen. Është Sia në Fan Day. Nuk është më e fortë se unë nuk ri dot pa e kënduar këtë këngë se më pëlqen shumë. Por vetë për puthje një herë, kënaj kisiu, thotë që ti më bën të ndihem e bukur, etj. Pastaj në verë gjithë bukur ndihemi ne se bëjmë kështu bronzato nga gushti. Se kjo është një gjë shumë e mirë. Do të kalojmë tani një këngë që po ta dëgjosh me shikim të nuk dëgjohet me shikim. Ky është një gabim teknik që bëra. Po ta shikosh me shikim të parë dhe po ta dëgjosh me dëgjim të parë, thua sa pozitive kjo këngë, sa e lezetshme. Një ndër këngët më të mira të grupit MGMT në fakt është Time to Pretend, ka një muzikë dhe një ritëm shumë pozitiv mbi gjitha. Po të shkosh më thellë dhe përtosh në situatën e këngës dhe në kontekstin që servir, nuk ka të bëjë fare me atë që ti dëgjon në dëgjimin e parë dhe që shikon në shikimin e parë. Më konkretisht është një tekst i cili flet për një betejë të fuqishme me lëndët narkotike dhe më specifikisht me heroinën dhe kokainën. Madje teksti i këngës flet për të gjithë gjendjen e njeriu pasi ka konsumuar lëndë narkotike dhe arsyet pse ka zgjuar të jetë konsumator i kësaj të fundit, ku madhëmendja shumë nga artistët e famshëm e ndjejnë dhe përjetojnë në mënyrën e tyre këtë këngë. Unë se dija kur dhe nuk më vetëm edhe që mund të kishte këtë kuptim kënga, sepse të bën të kërcesh në fund të fundit. Ne e shohim dhe dëgjojmë tani. Pse ndrove mendja Xhujo, sikur kishte një këngë tjetër në kokë, i ndron këngën shumë më madh dhe unë nuk marr vesh këtë nis dhe këtë kërcej dhe çfarë të bëj. Përveç se mbie kjo gjëja sot domethënë. Po ulem më mirë para se të zhvishem kështu pa dashje dhe spontanisht. Tani ku jemi? Jemi tek një bandë sa zë interesant nga vokalisti i bandës Fan për shembull. Unë mbaj mend atë këngëtën të tjerë. Edhe këtë s'po filloj ta këndoj se e dim që kjo nuk është një pikë ime e fortë tani. Më kemi mësuar pikat e dobta të njëri tjetrit. Some Nights është një ndër këngët tepër të bukura të bandës Fan që po të dëgjosh të bën të mendosh, të paktën kështu kemi menduar që hey, kemi thënë po sa këngë e bukur kjo më fillon dhe kujton ato netët e bukura që mund të kalosh me njerëzit që ti ke shumë xhan, që i don me të vërtetë shumë. Nga ato tipet e netëve, sidomos të verës që me pak me zjarr aty, me kitare, me tjerë, kështu kam parë nëpër filma, e ti thua sikur mos mbaroj kjo nata. Në fakt është e kundërta dhe ishim në një kursi shumë të gabuar nëse keni menduar që ky është kuptimi i këngës Some Nights. Teksti i këngës është shumë ndryshe dhe ka një anë le të themi tepër të errët ku ju dedikohet netëve ku na mungojnë njerëzit tanë të dashur shumë. Vokalisti i grupit ka thënë që kënga flet për sakrificat e shumta dhe për izolimin për shkak të famës, sepse fama, të ne themi sa mirë të njerëzit e famshëm, dua të jemi dhe unë e famshme. Nuk janë mirë ato, jemi më mirë në tjerë që si jemi kështu të famshëm, sepse ato detyrojnë dhe izolohen nga shumë gjëra që privojnë, nga shumë gjëra që kanë bërë dikur, izolohen nga njerëzit që duan, etj. Gjithmonë për hir të famës dhe të karrierës. Tamam këtë situatë përshkruan në këngën vokalisti i bandës Fan që ne dëgjojmë tani, Some Nights. Nëse unë them
Pink, ju të gjithë thoni sajt çmendur që është ajo. Gjithsesi mua më pëlqen shumë Pink, gjithmonë më ka pëlqyer me çmendurit që ka bërë edhe në muzikë, edhe në performanca. Mo kë nuk vriste, kë nuk rritet, edhe shumë e muskuj është, ëh, shumë e tonifikuar, tani që është bërë prej kohësh tani më mbas e bëhet edhe për herë të dytë kujt ja merr mendja. Një ndër këngët e bukura të Pink, edhe të çmendura gjithmonë në maksimum ka qenë So What. Një klip gjithashtu mua më shkrinte së qeshur. Tani çfarë ndodh? Është një këngë shumë rebele e shkruar nga vetë Pink, po unë nuk e dija që fliste për dashurinë e për ndarje, domethënë, imagjino Pink është aq rebele nga natyra sa që edhe ndarjen e përjeton në këtë mënyrë shumë interesante. Pasi ishte ndarë nga bashorti i saj i tanishëm, se normalisht do marrëdhënia ka këto up and down-et e veta, një ditë do zihesh, një ditë do pajtohesh, një ditë do duash, një ditë do urrehesh. E të tjerë, fasa më e bukur është pajtimi dhe rëndësishme që të kurozojmë me martesë që ka ndodhur me Pink. Kështu që dhe ju kur zini me dashur bëni një këngë si tipi i Pinkut So What edhe do përfundoni në martesë, domethënë paçi-patin e Pink. So What është një këngë që në thelb Pink nxori të gjithë ndjesitë që pati pas një periudhe shumë vështirë me të dashurin e saj, ku u ndan kështu, bën edhe një sherr të madh dhe e nxori në këtë mënyrë duke thënë, "Okej, në ndan so what, ç'a ndodhi, nuk është se ka ndonjë problem të madh, paktën kështu mendon në tekst." Madje thot sapo humba të dashurin, po është më mirë kështu tash më kam vjetur vetveten dhe kështu ka më shumë fan, duke munduar kështu të fshen ndjenjat e saj të vërteta. Se kur u pajtua me të dashurin pastaj, kur u martua dhe kur bëri kalamava, domethënë që nuk e dëgjon këtë këngën. Ne dëgjojmë tani se vetë është një këngë që ke qejf ta dëgjosh edhe ta kërcesh, edhe mund ta shohësh me shumë qejf dhe me të qeshura mbi gjitha. Pink, So What. Se po posta të do vish tash me mua byrek pastaj, mbase po m'japësh që ta ha rrugës duke ikur, se ka problem. Por kur bëhet fjalë për byrek, domethënë në konferencë për shtyptim do ha byrek. Gjithsesi do të kalojmë tek një tjetër këngë, e pat ne jemi gati në fund fan deri në sot po ndajmë historitë e këngëve, po flasim për këngë çfarë histori e fshehin në të vërtetë ndryshe nga ç'kemi menduar. Që pjesë e kësaj liste së surprizave bëhet edhe Ellie Goulding, me një ndër këngët e saj që e ka patur kështu përjetim tërësisht personal, edhe e ka shkruar vet. Po flasim tamam për këngën Lights, që mua më pëlqen aty duket Ellie Goulding shumë ndryshe nga që mund ta shohim aktualisht në momentin që ne flasim. Tani, është një këngë e cila është shkruar për frikën që ka Ellie Goulding ndaj errësirës. Domethënë është errësirofobike, thon ndryshe. Se si quhet kur je fobike ndaj dashurisë? Duket se është filofobia. Nuk jam shumë e sigurt. Gjithsesi, mirë mos keni frikë ndaj kësaj të fundit. Këngëtarja ka rrëfyer se flinte me dritën ndezur gjithmonë sepse kishte frikë errësirën. Kështu i inkurajon të gjithë të jenë të fortë dhe se duhet të përballen me fobitë dhe frikrat e tyre edhe për të kaluar këtë të fundit. Të paktën më në fund del një këngë me mesazh pozitiv. Dhe deri tani vetëm drama dhe luftë ndaj substancave narkotike dhe ndarje dhe tradhti kemi diskutuar. Më në fund një këngë pozitive për drita. Le ta shohim Ellie Goulding. Falënderit marrë për këtë këngë Giulio, shumë e bukur, na bëre kështu një retro më të vërtet shumë interesante. Kiss me through the phone, A mund ta vendosësh dhe në fund fare këtë këngë se kam diçka për të thënë po lidhje me këtë këngën, okay? Mbaj mos e harrojmë. Gjithashtu po flasim për një këngë që fshen një histori shumë interesante, është Heja e Outkast. Nuk reziston dhe nuk ridot njeri pa e kërcyer kur del kjo kënga në sfond, jam shumë e bindur. Sigurisht do ta sillim tani edhe pse janë bërë shumë vite nga publikimi. Teksti i këngës flet për ndjesinë e bukur të dashurisë, në një kontekst paksa të errët, edhe pse me dëgjim të parë mund të duket se është shumë pozitive. Tani, vetëm që do ta dëgjoni, unë e di ju do hutoni duke e kërcyer, po mund ta rihapni në YouTube edhe ta dëgjoni me vëmendje tekstin dhe ashtu të kuptoni që gjërat nuk janë ashtu siç duket. Gjërat nuk janë asnjëherë ashtu siç duket, po gjërat janë siç do t'i shohësh ti, kështu që le t'i shohim me pozitivitet. Le të kërcejmë me Outkast në Fun Day. Po flasim sot në Fun Day për këngë që fshehin me të vërtetë histori shumë interesante, mbase nga këtë që nuk na i kishte marrë mendja. Tani un kam nevojë të parë për ndihmën e Inës në tot emrin e këngëtares që vjen tani, se titullin e këngës mund ta them fare mirë. Po flasim për Maja, po, bravo, edhe për Paper Planes. Në fakt, gjithmonë Maja trajton tema deri diku delikate në këngët e saj, dhe mësuar me repertorin shumë zakonshëm, sa e takon këtyre temave mbi gjitha. Në këngët e saj ka bërë bujë, një ndër këngë që ka bërë bujë që në ditët e parë të lancimit të publikimit ka qenë Paper Planes, në fakt ku flet për kapitalizmin dhe për këto ligjet anti-emigracionit. Më besoni që ka gjithmonë të rënda dhe tamam për fushata politike i ka këngët Maja, kjo është shumë e sigurt. E ka rrëfyer se kur ka shkruar teksti ka qenë shumë e frustruar nga ligjet në SBA, duke qenë se vetë këngëtarja ka pasur shumë probleme të shumta me situatën dhe nuk kishte të drejtë për të udhëtuar nga SBA në Britani apo edhe ana sjellta. Titulli i këngës është Paper Planes dhe që aty mund të kuptoni shumë, që ka të bëjë gjithmonë me shkrimet e me letra që mund të prezumojnë dhe mund të ndalojnë sa i takon diçka për të bërë mbasi që e don shumë. Ajo gjithmonë sjell kështu këngë kontroversë, gjithmonë kështu rebele natyre, duke sikur po proteston për diçka, sikundër ne e shohim dhe në rastin konkret. Shohim këngën.
s'mund të mungonte kurse si Enrique Iglesias në një ditë, sot çmenda me këtë gjë. Në një ditë të zakonshme këtu në Fan Day dëgjojmë edhe Enrique Iglesias se pëlqen shumë. Kjo këngë është shumë interesante. Ama dhe kënga që do të vi tani, se e bëra boss kënga, më pëlqen shumë. Është Stolen Dance, është një këngë që dëgjoj, gjërat më të thjeshta në botë janë më të vështira për të kopjuar, edhe këto janë ato për cilët ne kemi nevojë. Në thjeshtësinë një klipi tepër të thjeshtë, një Stolen Dance, totalisht një karrige dhe njëri që këndon aty, fshihet jo vetëm një histori shumë e bukur, por edhe një këngë që automatikisht është ndërua hit, është kolozanore, besoj e njerëzve që duan të kërcejnë me njeriu e tyre tjetër, si në këtë botë në botën tjetër. Në therr duket një këngë easy going, to San Terezia ka ky tipi që këndon kështu për qefin e tij. Në fakt historia që fshihet pas asaj këngë është totalisht ndryshe nga ajo që mund të keni menduar dhe prezumuar deri tani, o zot. Tani, le të flasim pak për historinë dhe çfarë fshihet para Stolen Dance që thotë Milky Chance. Në fakt është flet për një dhimbje të madhe pasi humbet njeriu në zemrës që ka dashur prej shumë vitesh dhe teksti i këngës thotë që shpresoj të takojë sërish personin e dashur në një moment të jetës dhe kur të takohem me të të kërcejmë sërish bashku. Kështu në thelb është një këngë tepër melankolike, nuk dua të qani, por dua të mendoni që sa të shkoj në këtë fazën, në gradën zh, le të përjetoj fazën A dhe ta marrë dhe njeriu në zemër të kërcejmë që tani madje, pse jo edhe me këtë këngë. Stolen Dance vjen në Fan Day. Po më kujton Fabioni Antonio Banderasin tani. Në fakt mua më pëlqen shumë kjo kënga, së pari le të ngrihet pak zërin xhurë që të bëj një snap me këtë këngë, si ja fiksuar këtë fare. Okej, ne po bëjmë një snap në studio dhe mua s'bëro nga telefoni, e tmerrshme. E di pse? Dua që duke bërë snapin, çfarë ka telefoni im nuk e kuptoj, ta postoj pak në snap me 4 gënë e Telekomit, meqense edhe kënga flet për puthje në telefon, domethënë. Ngri pak zërin Julia. Le të themi që u bë diçka. Tani, okay, ta lëm telefonin. Me 4 gënë e Telekomit mund t'i bëni që ditët e verës funksionojnë edhe më mirë. Kënga në sfond, për shembull, mua më ka pëlqyer gjithmonë se flet për çiftet ku nuk ka shumë kohë për njëri tjetrin, po e gjejnë mënyrë alternativë për të komunikuar. Dhe thotë, më puthen për telefon, më ka marrë shumë madhe, më dërgoj një puthje në telefon. Dikur dërgohesh një puthje në telefon, tani më dërgosh foto, e shumë gjëra të ndryshme, fal paketeve të shumta që Telekom bën një servir dhe bën që të funksionojë çdo gjë më shumë dhe me dashuri të madhe. Kështu dhuroni dashuri me Telekom.com.al keni gjitha paketat e mundshme. Unë juftoj që të mbeteni në të vëllëjanë në pjesën në mbetur, keni dhe Rudin dhe Mateo në Dark dhe një film 21:30 shumë interesant që vjen për kënaqësinë tuaj, kështu që mos u hubisni për asnjë arsye në botë. Sikundër, ju ftoj që të shndroni me ne në gjitha rrjetet tona sociale, si në Facebook, në Instagram, në Twitter dhe kudo tjetër. Ne mirpresim prezencën tuaj për që gjithmonë in for life. Sot folëm kështu për këngë që fshini një histori tejet interesante nga ç'mund kishim menduar, një temë tjetër interesante na pret në puntatën e radhës së Fan Day, kështu që qëndroni me ne për të bërë qef. Bëni qef ndërkohë. Ciao ciao. Baby, you so sexy, your voice is so lovely. I love your complexion.